Jozi, të lutem largohu. Një akt i papranueshëm dhune ndodhi gjatë transmetimit të drejtë për drejtë mbrëmjes së djeshme në formatin Big Brother Albania, ku një prej konkurrentëve të eliminuar, Josefin Marku, sulmoi fizikisht Besart Kelmendin, i njohur si Gjesti. Ndërsa veç babit mamit mi thonë që mos u shqetësoni. Ky veprim i paprecedent u transmetua në kohë reale dhe u ndoq nga një publik i gjerë kombëtar. Top Channel reagoi menjëherë duke dënuar me vendosmëri çdo formë dhune dhe ritheksuar angazhimin e tij ndaj standardeve më të larta të etikës profesionale, përgjegjësisë publike dhe komunikimit të sigurt. Big Brother Albania është një format argëtues që promovon lojën, spontanitetin dhe emocionin, por kurrë dhunën. Ky incident është në kundërshtim të plot me frymën e programit dhe me parimet themelore mbi të cilat funksionon platforma jon televizive. Produksioni nuk ka pasur asnjë informacion, sinjal apo indicie që do të mund të çonte në parashikimin e një sjelljeje të tillë. Ngjarja ndodhi në mënyrë të papritur, pa asnjë provokim të lidhur me formatin dhe është thellësisht e dënueshme, edhe pse formatet televizive të tipit reality mund të përmbajnë të papritura dhe tensione, kufit janë të qartë dhe të panegociueshëm dhe dhuna nuk tolerohet në asnjë rrethan. Pas incidentit, prezantuesi i spektaklit Ledion Liço reagoi drejt për drejt me një deklaratë përpara publikut. Josefin Marku është shoqëruar nga policia për në rajonin më të afërt dhe t'ju kem në këtë lidhje së bashku me publikun për të dënuar këtë akt të dhunshëm, të papranueshëm, thellësisht shqetësues, i cili ndodhi në një moment që do duhet të ishte fundi i një përvoje, jo fillimi i një reagimi të tillë. Është një sjellje që nuk përfaqëson vlerat e Top Channel dhe as ato të Big Brother Albania. Dëshirojmë të theksojmë qartë se ky incident nuk ishte në asnjë formë i organizuar apo i parashikuar nga produksioni. Nuk kishim asnjë arsye apo shenjë që të na çonte të mendonim se diçka e tillë mund të ndodhte. Realiteti i një formati live mbart shpesh të papritura dhe ju që jeni protagonistët e dini mirë këtë, por kjo në asnjë mënyrë nuk justifikon kurrësi dhunën. I kërkojmë ndjes publike audiencës son, partnerëve dhe institucioneve që presin prej nesh përgjegjësi dhe standard. Menjëherë pas ngjarjes, personi i përgjegjës Josefin Marku është përjashtuar përfundimisht nga çdo përfshirje e mëtejshme në program dhe është shoqëruar nga policia për në komisariat. Policia e Tiranës doli sot me një reagim zyrtar ku njoftoi se ndaj tij nisi procedim në gjendje të lirë. Protokollet e sigurisë të transmetimit janë në proces rishikimit të plot dhe çdo masë e nevojshme do të ndërmerret për të garantuar